Eagle Mobile në prag të festave të fundvitit ka hedhur në treg oferta të larmishme për abonentët e saj. Ofertat me rimbushjet elektronike mbi 800 lekë, të cilat përveç se japin abonentëve bonus disa minuta falas, kanë mundësinë që nëpërmjet një shorteu të përfitojnë një udhëtim në një nga vendet e Bashkimit Evropian. Murat Gyrkash, drejtori i marketingut në Eagle, shpjegon më me imtësi ofertat. Eagle Mobile ofron çmimet më të mira me teknologjinë më të fundit dhe kam kënaqësinë të them që gjatë muajit dhjetor kemi një sër ofertash, kemi një paketë ofertash që kemi nisur t'ua ofrojmë atyre. Neve kemi ofruar, kemi sjellë themi oferta shumë të mira, siç është për shembull edhe një mundësi, një benefit për gjithë përdoruesit e Eagle Mobile-it. Ne do të çojmë 31 çifte, pra përzgjedhim çdo natë, do t'i çojmë ata në vende të ndryshme të Bashkimit Evropian për të kaluar një fundjavë falas e mbështetur nga Eagle Mobile. Kemi rimbushjet elektronike quhet e-top up, nëpërmjet të cilave përveç përfitimit të kursimit të kohës që ti e mbush telefonin tënd celular në mënyrë elektronike, ke edhe përfitime sepse jepen minuta falas për të gjithë ata që e përdorin të shërbim. Përdoruesit, sidomos përdoruesit e paketave me parapagesë super një ring, të cilët bëjnë rimbushje, përfitojnë edhe benefitet të tjera. Nuk përfitojnë vetëm shërbimet të telefonisë. Me këto blerje që ata bëjnë, ata mund të përfitojnë ulje dhe të bëjnë shopping në rrjete të ndryshme të supermarketeve në Tiranë edhe në qytete të tjera, apo të mund të përfitojnë edhe bileta falas për të shkuar në kinema. Gjatë takimit vjetor